Ende pa kaluar 24 orë nga vendimi i Aleancës për shqiptarët për t'u larguar nga ekzekutivi, kanë filluar rivalitetet mes partnerëve të deritanishëm qeveritar, të cilat po shprehen në opinion me tona e akuza të ashpra drejtuar njëri tjetrit. I pari që ka reaguar ka qenë Zëvendës kryeministri dhe një nga liderët e Vlenit Izet Megjiti. Ai ka kritikuar ashpër vendimin e Taravarit, duke akuzuar se nuk ka sjellë ndryshimin e premtuar, por përkundrazi e ka penguar atë. Ti nuk e përfason frymën e antarësisë së ASH-s. Ti e mashtrove antarësinë e ASH-s. Ti nuk je heroi kësaj historie. Ti je dëshpërimi i çdo shqiptari, intelektual apo i paarsimuar, punëtor ose afarist, burr apo grua. Ti je zhgënjimi i secilit aktivist e simpatizant, i secilit shqiptar e shqiptare që votoi dhe mbështeti ndryshimin. Taravari ka reaguar akuzave të Megjitit duke e quajtur këtë të fundit pensionist të BDI-s. Të flasi për ndryshim një veteran, pensionist i BDI-s, që u nda prej saj vetëm për konflikte interesi, e që shumë shpejt pushteti e vërboj me shkëlqimin e tij, është sa absurde e paq edhe qesharake. Të shkosh me ty është të paralizohesh. Ndërka gjatë konferencës së dieshme për media ku njoftoi për vendimin e partisë, Taravari tha se një nga arsyet e largimit ishte edhe heqja e balancuesit dhe akuzoi se ka tendencë për marginalizim të shqiptarëve, por sipas VMRO-DPMN-s, Taravari ka marrë pjesë në mënyrë aktive në mbledhjet e qeverisë, por në ato takime ai asnjëherë nuk ka folur për ligjin e gjuhëve e as për rregullimin e balancuesit. Nuk ka folur dhe as nuk e ka dëgjuar dikush ndonjëherë të flasë për eurointegrimet, se janë bllokuar për shkak të kontestit të trashëguar me Bullgarinë, i krijuar pikërisht nga ata, në përqafimin e të cilit po shkon tani. Por, e dim se është interesuar për koncesionarin e parkingut të qendrës klinike, Gjoka, sepse u eliminua nga loja. Ai ishte shumë interesuar për Artan Grupin, Zoran Zaevin dhe bizneset e tyre, si dhe për çështje të rëndësishme për BDI-n. Zhvillimet e fundit brenda koalicionit qeveritar kanë nxitur reagim edhe te opozita. Sipas BDI-s, me largimin edhe një partneri shqiptar, kjo shumicë politike nuk ka legjitimitet etnik dhe është ndërruar në një qeveri monoetnike. Kjo shumicë parlamentare ka dështuar në interesa strategjike kyçe të shtetit dhe për këtë po shpërbëhet. Është koha që legitimiteti i përfaqësuesve politik të rivlerësohet përmes zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Ndërsa sipas LSDM-s, kjo është konfirmim se kjo qeveri është jo funksionale, destruktive dhe plotësisht e zhytur në interesat e veta. Në më pak se një vit, kjo qeveri po fillon të shpërbëhet, sepse u formua vetëm për të kënaqur apetitet personale. Koalicioni po shkërmoqet ngadalë, sepse nuk ka asnjë arsye që të ekzistojë, asgjë nuk e mban të bashkuar përveç funksioneve. Vendimi i Aleancës për shqiptarët për dalje nga qeveria erdhi pas mosmarrëveshjeve që partnerët brenda koalicionit Vlen kishin rreth zgjedhjeve lokale, pas vendimit të Taravarit që partia e tij të del me lista të posaçme në zgjedhjet lokale, ai u përjashtua nga koalicioni Vlen.